Kjo grua konsumoi një thelpi hudhër me stomak bosh dhe rezultati e la pa fjalë. Hudhra është një përbërës i thjesht me përfitime shëndetësore të pabesueshme. Ajo është një antibiotik i fuqishëm natyror për trajtimin e shumë sëmundjeve. Dhe hudhra gjithashtu mundet të përdoret kundër infeksioneve korpudhore, gjë e cila e bën hudhrën një ilaç shumë të dobishëm për shumë antibiotik modern. Ja disa nga përfitimet shëndetësore. Parandalon plakjen, zvogëlon gjithashtu nivelin e kolesterolit të keq në gjak dhe shkatëron një numër të madh të baktereve të ndryshme. Nga ana tjetër, ajo ndihmon edhe në mbrojtjen e sëmundjeve të zemrës. Nuk e kishit menduar se ngrënia e një thelpi hudhre në mëngjes mundet të jetë kaq e dobishme për shëndetin. Prandaj sapo ju të ngriheni në mëngjes, gjëja e parë që duhet të bëni është të pini pak ujë me një thelpi hudhër. Nuk është e nevojë ta kafshoni, pasi era e hudhrës do t'ju ngele gjatë gjithë ditës.